وأما من يقول بأن هذا جبن أو خور أو تزلف للسلطان أو أنكم عبيد السلاطين، هذا كله من الاستهزاء في السنة والطعن في أحاديث رسول الله، لأن الذي أمرنا بالصبر وأمرنا بعدم الخروج هو نبينا عليه الصلاة والسلام. Dhe njerëzit të cilët thonë se kjo është, domethënë, frikacakllëk ose është demek mungese trimërise kështu me radhë, ose është domethënë dëshirë për t'ju afruar pushtetarëve ose interes të pushtetarëve, fjalë të këtilla. Këto të gjitha janë tallje me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai që na ka urdhëruar për bindje është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, domethënë, vazhdon bindja dhe nuk është çështje e frikës ose interesit. وأهل الجبن والخوف حقا هم الذين يحثون الناس على الخروج وهم جالسون في بيوتهم أو يجلسون في بلاد الكفر في أوروبا وغيرها، ويحرضون الناس والمسلمين على الخروج على ولاتهم. ولا تجد متى سمعنا عبر التاريخ لما نسمع هؤلاء المشايخ القطبية ومشايخ التكفير أن أحدهم فجر بنفسه أو أحدهم ذهب وجاهد بنفسه، إنما يجلسون في بيوتهم ويحرضون هؤلاء الشباب المساكين الذين يأخذونهم ويرمونهم في بلاد الفتن، ثم بعد ذلك يقولون أنتم السلفيين، أنتم الجبناء. أنتم الجبناء الذين رميتم بهؤلاء الشباب المساكين وورطوهم في الفتن حتى مات بعضهم وهلك بعضهم، تنتظرون فقط الثمرة وتأخذونها. Frikacak vërtet janë ata të cilët I nxisin të tjerët për këto punë dhe vetë rrinë në shtëpitë e tyre, edhe shumë prej tyre janë në vendet e kufrit në për Evropë dhe në vende tjera. Do të thënë, ata rrinë qetë në familjet e tyre dhe I nxisin të rinj që të shkojnë në vendet e trazirave dhe në vendet rrezikshme, që ta shkatrojnë vetveten, edhe shumë prej këtyre të rive e kanë shkatruar veten, janë vrarë kështu me radhë, kurse ata rrinë në vendet e tyre dhe presin t'i korrin frytet. Dhe asnjëherë nuk kemi dëgjuar në histori që dikush prej hoxhallarëve të kutbive ndonjëherë ka shkuar dhe ka shpërthyer vetveten. As nuk kemi dëgjuar që kanë shku, domethënë këto, sepse ata justifikojnë këto sulmeve të vrasëse, dhe ato janë të ndaluara, por pasi ata justifikojnë, nuk kemi dëgjuar prej tyre dikush që ta bëjë këtë. Por vetëm I fusin zjarr në shkatrim të rit e gjollë, edhe pastaj thonë ju selefit jeni frikacak, domethënë realiteti është se ju jeni frikacak. Në që I nxisni të tjerët dhe vetë pritni vetëm t'i korni ato frytet e nxitjes suaj.